Atëherë të dashur, kam sot kënaqësinë të kem në emision dhe të ftuar Ismet Ramadanin, drejtor të Teatrit Shqiptar të Shkupit. Do bisedojmë për vitin që po lëm pas, për sukseset që prezantoi teatri dhe po ashtu premierën e fundit Rinocerontet. Përshëndetje, shumë kënaqësi që ju kam sot të ftuar. Përshëndetje, faleminderit për ftesën që më keni ftuar. Kënaqësi imja të jam këtu. Një vit plot punë, s'dyshoj, një vit, një repertuar, një kalendar kulturor i sërmbushur i teatrit, si gjithmonë me premiera me shfaqje nga më të ndryshmet. Po i afrohemi fundit të vitit, zakonisht periudhë, sepse aktivitetet s'na kanë mbaruar akoma, po gjithsesi din të jetë edhe periudhë reflektimi apo jo mbi punën që po lëm pas. Si e shohim këtë vit pune? Shifre, nuk është e lehtë të menaxhohet një institucion kulturor sikur që është Teatri Shqiptar, është mjaft e vështirë sepse jo çdo herë mbaren gjitha gjërat prej teje, mbaren normalisht edhe prej buxhetit edhe prej ministrisë, prej njerëzve, se zakonisht njerëzit anësh janë ato që ndihmojnë ose nuk të ndihmojnë atë që ti ke synuar ta bësh. Unë nga natyra jam njeri që kam dëshirë të lëvizi gjërat dhe me shumë dëshirë vitin e kaluar e pranova këtë post, me atë që të mundohemi për më të mirën, për teatrin, për njerëzit që mirën me këtë profesion, dhe mund të them që ishte një vit mjaft i frytshëm, i lodhshëm normalisht se ka gjëra që dalim brenda punës pa parashikueshme, problemet pa parashikuara që ndodhin aty për aty, por që duhet dish ti menaxhosh apo ti të reflektosh apo të vendosish shpejt të normalisht ti bish punën në aty ku duhet, po. Dhe neve kemi pasur gjatë këtij viti 3 premiera, Rikardin e tretë në regji të Kushtrim Bekteshit, kemi pasur shfaqjen Treshet mos tresh komedin, hit komedin për si vjet, për cilën kemi pasur dikon më shumë se 15 repriza dhe shikueshmëri jashtëzakonisht madhe, dhe që ende kërkohet në regji të Shkumbi Mistrefit, aktori ka bërë regjim, por që e zgjodha vetë duke e njohur shkumbimin edhe si mik edhe si aktor, por edhe duke e njohur sensin e komedisë apo humorit, që ka dhe energjisë pozitive cilin e sjell në trup, mendova që është mirë dhe me të vërtetë ka ndikuar edhe ai mirë edhe në trupën e teatrit, në vetë trupën e aktorëve, dhe ka reflektuar shumë mirë jashtëzakonisht në mënyrë pozitive. Dhe shfaqja e fundit, cila ishte Rinocerontet në regji të Vasil Vasiljev, kjo ishte planifikuar për vitin 2026, sepse duhet të vinë Dritor Kasapi, regjisori nga Suedia, por ai në moment fundit nuk mundi që të vi për shkaqe teknike, tani ti atje mundësive, sepse atje ku punon nuk i kanë mundësuar bordi që të vi të punoje për këtë vit, por që kemi shtyrë për vitin tjetër, dhe vendosëm këtë Rinocerontet ta punojmë këtë vit. Regjisori bullgar Vasil Vasiljev është njëri nga drejtorët e teatrit kombëtar në Bullgari dhe nga regjisorët më të mirë bullgar, dhe mendoj se ka bërë një shfaqje shumë të mirë me ekipin ton, ka punuar jashtëzakonisht mirë dhe kritikat prej parambrëm të shtunën janë mjaft pozitive edhe për këtë shfaqje, sepse ka arritur të bëjë një shfaqje të bukur në anën vizuale, por edhe në anën teknike, aktoreske, ka bërë një shfaqje jashtëzakonisht të mirë. Ja doli të përmbyllej gjithçka, sepse zakonisht kur një projekt apo një shfaqje, çfarë do të qoftë një event planifikohet pak për më tutje, ato detajet edhe gjithçka tjetër ndoshta edhe prolongohen pak. Ja doli ndoshta të përmbyllet gjithçka në mënyrë më të mirë të mundshme, si e priti trupa apo edhe audienca që premiera ju erdhi pak më herë se sa pritej. Po neve premierën e kishim para këtu, para vitit 3 dikun, po normalisht, ka gjithmonë probleme teknike, probleme, gjithmonë duhet t'jesh i përgatitur se gjithçka mund të ndodhe, edhe dalin probleme kështu papritmas, si probleme teknike, si probleme edhe me trupën aktoreske, që ndonjë aktor ndonjëherë shkon më ngadalë, mirë po na çudit
3 ditë para premierës e bën rolin më mirë se krejt ndoshta. Por normalisht pritjet gjithmonë janë shumë të mëdha, por ideale ndoshta nuk mund të ketë gjithmonë. Kjo është idealja. Neve si aktor asnjëherë nuk jemi të kënaqur me atë punën tonë. Neve gjithmonë kemi dëshirë edhe më mirë del. Mirë, po në përgjithësi unë jam i kënaqur me produktin që e kemi bërë, me atë që e kemi dhënë shikuesit në premierë, dhe që presim edhe në tarmën edhe sonte është repriza prej orës 20, dhe presim publik që të vjen të shoh dhe spaku të ashtim në mendime publikun, sepse kjo është një shfaqje që trajton temën e individit, lufta e individit brenda tij apo brenda tufës për të mbetur njeri dhe për të mos u shndruar në diçka tjetër, në ndonjë bish apo për mos u tjetërsuar në diçka tjetër. Sepse vitet që jetojmë janë jashtëzakonisht, jetojmë me një ritëm shumë të shpejt dhe me një zhvillim të çuditshëm teknologjik, kështu që ndoshta ndal nga dal harrojmë si njerëz se cila është qëllimi ynë parësor dhe human. Harrojmë anën tonë humane, le të themi, apo ato qëllimet që kemi në jetë, sepse teknologjia po na përpinë, le të themi, çdo ditë më shumë. Po tjetërsohemi dhe ose izolohemi në vete, ose tjetërsohemi i përngjajmë një tufe. Ruajtja e individualitetit e vështirë. Po. Do thënë kjo është tema që tema është që të mbesimi njeri, mos tjetërsohemi në diçka tjetër, mos të përngjajmë ndonjë tufe që kanë njerëzit të përngjajnë ndonjë bishë apo diçka tjetër, por të mbesimi njeri deri në fund. Kritika thua mjaft pozitive. Premiera na ishte ditën e shtunë, kurse repriza e parë hipet sot në ora 20. Zakonisht teatrit nuk i mungon audienca, nuk i mungon publiku, nuk i mungon kërkesa. Sa repriza do kemi për shfaqjen Rinë Sheronti? Po, unë besoj që shumë repriza do të kemi dhe uroj një jetë gjatësi sa më të gjatë. Kur them jetë gjatësi, unë synoj që këta shfaqje me vitet të luhen në teatr. Qëllimi im, apo koncepti im është ky, që ne të bëjmë shfaqje që me atë shfaqje të sjellim publikun, të ftojmë publikun në teatr dhe jo ta largojmë. Mos bëjmë shfaqje tash për teket tona apo për teket e ndonjë regjisori. Mirë, po të bëjmë shfaqje normalisht ka balancim dhe ka një kompromis aty, mirë, po më shumë neve na intereson publiku. Publiku, ja, si që ishte rasti edhe me komedin Tresh Atmosresh, publiku gjatë kohë nuk ishte para edhe komedin në teatrin tonë. Gjë që e kam pranuar për shembull komedinë jashtëzakonisht mirë dhe gjithmonë kur ka repriza salla është përplot. Mu kjo më intereson që do të thotë shumë, sepse të kesh një komedi të suksesshme kërkon puna, nuk është e lehtë të bësh komedi. Duhet ta dëgjojmë publikun, duhet ta dimë se çka kërkon ky publik. Dal nga dal duhet ta sjellim. Normalisht tani ndoshta niveli i publikut nuk është ajo që neve si profesionistë kemi nivelin tonë. Mi po ndonjëherë ndoshta është mirë pak të ulemi në nivelin e shikuesit, dal nga dal ta ftojmë, ta rëmbejmë, ta sjellim teatr, mandej është lehtë për ta ngrit nivelin artistik. Nuk them tash ta ulim nivelin artistik, mirë, po thjesht bëjmë diçka që intereson, sepse të gjendet ajo gjua përbashkët. Po, shife, vite me radhë ka pas në për teatro tona, po flas përgjithësi, jo për teatrin shqiptar. Po në për shumë teatro janë bërë eksperimente të ndryshme, nga shumë regjisor, fatkeqësisht eksperimente që kam shpesh kam për qefet për teket e tyne dhe që ndoshta e kanë largu publikun. Publiku është lodh nga problemet, publiku është lodh nga depresionet e shumta përditshme. Publiku dëshiron të qesh. Publiku dëshiron ta lënë telefonin në dorë dhe të vjen të shef diçka. Kam pas rastin një mjek i njohur në Shkup, tha për herë të parë ai lash telefonin në dorë dhe tha jam kënaq duke qeshur në shfaqje. Një nga kritikat më të mira ndoshta që mund të ndëgjoni si aktor po dhe si drejtori i institucionit. Kjo është shenjë mirë. Çfarë bën një shfaqje, le të themi, të suksesshme apo të mirë, një që ndoshta do reprizohet, do ndjeket nga publiku, do kërkohet me vite si aktor, po ashtu tashmë drejtori i institucionit,
Si do të cilësoja? Neve gjithmonë duhet ta dim sakt se çfarë don publiku. Duhet jemi të përgatitur sakt ta dim se çfarë don publiku. Neve kemi bërë edhe anketa në për shkollat mesme dhe anketat na kanë dalë shumë të shkruese. Se ka pas nxënës, mund të them gati se 80% që na kanë shkruar në për ato anketa janë përgjigjur që për herë të parë kanë për herë të parë ose s'kanë qenë hiç në teatr, domethënë, diku 20% janë përgjigjur që kanë qenë 2-3 herë. Domethënë, po flasim për gjeneratat e shkollave të mesme. Që është një gjenerat që veç më ka kalu, është gati u pjekur intelektualisht. Dhe nuk jam veç nxënësit, janë edhe profesorët, fatkeqësisht edhe profesorët e shkollave të mesme, profesorët universitar rrallë vinë në teatr. Po çka duhet bëjmë ne si institucion kulturor? Neve duhet të kërkojmë, të hulumtojmë atë që e don publiku. Atë çfarë probleme të angon atë publik. Dhe duhet ta dim sakt. Dhe nëse atë diagnozë e gjejmë sakt, atëherë neve kemi godit dhe neve nuk do t'jemi pa publik. Mendoj se Heiner Miller e thot në shkrimet e tij, thot publikun gjithmonë duhet të dish ta befasosh, ta godasish atë ku nuk e pret. Dhe mendoj se kjo është shumë e saktë që gjithmonë duhet ta njohësh publikun tënd dhe duhet ta dish se çfarë ti servosh. Dhe neve po mundohemi atë ta bëjmë në vazhdim. Në vitet që po vinë tani do të mundohemi ta punojmë atë. Do e befasojmë ne publikun, ndoshta së shpejti, apo vitin që po na vjen pasi jemi në fund të këtij viti? Po tani neve po jemi me një shfaqje tani një koreodram do ta presim me një koreograf nga Masonia, që si zhanër koreodrama është interesante për neve, dhe po mundohemi që të sjellim diçka tre, një zhanër tri në teatr që nuk është punuar gjatë vite, me një bashkëpunim me të me aktor nga Kosova dhe aktor tri nga ne, sepse ne jemi veç më në ajo mosha mesatare kemi kaluar. Nuk them pleq, po, mosha mesatare. Kemi shtuar disa kilogram dhe nuk e llogaritim vetin më 3. Dhe presim që pas festave të vitit të ri të fillojmë me këtë projekt. E mandej të shumë. Domethënë, koreodram do jetë pak diçka më interesante, më e re, apo për publikun. Sa nga ne thua e njohim si zhanër? Nuk dëgjova. Nuk dëgjova se dikush po punon poshtë apo. Po kemi punime fatkeqësisht afër. Sa nga ne e njohim si zhanër koreodrama, domethënë sa jemi ndoshta të njoftuar dhe sa do jetë një surprizë e bukur mendoj unë. Nuk është punuar. Nuk është trajtuar ky zhanër. Vitet, domethënë, as në teatrin ton, shumë pak është punuar në teatrin ton, në teatra tjera ndoshta hiç. Po që është zhanër shumë interesant dhe është një nga mënyrat për të shprehur në skenë, mënyrat më interesante vizuale, por pres që të kemi këso lloj gjetje të reja teatrale sa më shumë, mënyra të reja të shprehjes skenike. Po ashtu mendoj që është një zhanër apo një formë arti që do tërheqë edhe grup mosha të ndryshme. Po, sidomos moshat e reja, po, besoj që do të tërheqë. Dhe do të kemi lloj shmëri të dramave të asaj që do të trajtojmë. Vitin e ardhshëm, unë mendoj që më shumë do të fokusohemi në dramën shqipe. Drytro Kasapi do të vijë, do të bënë një dramë shqipe, do të vijë Naser Shatrollin e kemi me një tekst të Ismail Kadares, Bisedë mes grillave. Një komedi presim nga Fatos Berisha, tash nuk kemi saksuar saktë ende në dramën, kemi dilema mes dy teksteve, por dhe me të shpejti do të ndajmë mendjen. Fatos Berishën, Ilirian Himaj, është njëri nga regjisorët që është paraemëruar për vitin 2026, të vit punoj, por që
mendoj që do të mundohemi që ti mbesim besnik këtij koncepti që sigurohemi atë që e pëlqen publikun neve t'ja japim. Më thënë këto pak a shumë janë planet dhe çfarë mund të presim nga teatri vitin e ardhshëm apo jo? Po, mos harrojmë festivalin Mojsiu vitin e ardhshëm mbahet në Shkup, si vjet është mbajt në Prishtinë. Në vitin e ardhshëm do të jemi, domethënë, në Koqir dhe presim që ta organizojmë në mënyrën sa më të mirë, që nuk është e lehtë edhe ajo. Do të thënë një event gojja i rëndësisë së madhe do na i vijë qytetit apo jo? Po. Si vetë kishim edhe 75 vjetorin, por që në mënyrë financiare në buxhetin na u shkurtua në mënyrë pak të padrejtë nga Ministria e Kulturës dhe ato na premtuan që për vitin 2026 na sigurojnë një buxhet më të mirë dhe na rregullojnë këtë padrejtësi që na e kanë bë, me atë që mbetëm pa bërë monografinë, cilën e kishim parapare, kishim gati veç, por na mbet pa u shtyp ajo, dhe mirënjohjet për aktorët cilët kanë kaluar gjatë këtyre 75 viteve në teatrin shqiptar, aktorët që kanë lënë role, që kanë qenë punësuar aty, ne kishim ndërmend të bënin një mbrëmje gala kështu për ata aktorë që kanë kaluar, por edhe për monografinë. Që t'i shpërbejmë spaku me nga një mirënjohje, që ta ketë, ndoshta ka aktorë prej atyre që edhe nuk janë gjallë, po atë mirënjohje është mirë ta merr fëmia i tij apo nipi i tij, po është një ndjenjë këndshme që sadopak ne nuk i kemi harruar ata që kanë kontribuar për kulturën dhe për teatrin tonë. Fatkeqësisht buxheti, çështja teknike financiare, një nga kushtet apo një nga ankesat më të shpeshta të komunitetit artistik, nga të gjithë komuniteti artistik, qoftë nga institucionet muzikore, apo teatrale, apo le të themi nga vallëzimi edhe në secila forma arti të vuan nga këto. Fatkeqësisht ne është ky problem më i madh, për shembull në Kosovë është shumë më mirë se tek neve. Nëse ne për një vit kemi 80.000 euro buxhet për produksion, në Kosovë kanë 700.000 euro. Kështu që dallimi është 8 fish më i madh. Dhe jo që teatri shqiptar është, domethënë, është bërë padrejtësi, mirë po edhe teatret macedone njëjtë janë. Mund të jetë monetoja dikun 20.000 euro më shumë, mirë po që ata janë në nivelit njëjtë gati si neve, që është për të ardhur keq. Më shumë para jepën për shembull për festivalet ndryshme që ndodhin dikun në ndonjë fshat, por që nuk kanë kurfar efekti, apo për projekte të cilët nuk i shef askush, dhe më pak jepën për buxhete, domethënë për institucionet që janë institucione shtetërore. Dhe mendoj që të ardhmen qeveria, politikanët, pushteti duhet mendojnë që sa më shumë t'japin para aty ku duhet, domethënë aty ku është nevoja në institucionet, më së pari institucionet shtetërore të përkrajnë mandej, edhe nuk jam kundër edhe njerëzit tjerë që mirën me kulturë le të marrin për projekte private mirë, po ato projekte private mendoj se duhet të përcillen, të kontrollohen, sepse shpesh parat e tyre përfundojnë tjetër kund dhe projektet nuk i shohim fare. Gjatë një viti punë tashmë si drejtor institucionit flasim, çfarë ka qenë ndoshta cilën do të cilësoje apo kurorëzoje si diçka më të suksesshme, po edhe më sfiduesen? Po, shife, unë tash në këtë kam hyrë, ndoshta unë në teatrin shqiptar kam punuar më herët. Vitet 2001-2006 kam qenë aty, kam bërë dikun 20 role. Mandej jam larguar prej aty, kam qenë në Fakultetin e Arteve Dramës në Shkup, në Universitetit e Qirilit dhe Metodi, si profesor i aktrimit. Kam filluar si asistente deri tashmë profesor i aktrimit dhe këtu kur më dha shansa pranova me shumë kënaqësi. Nuk jam që unë i di punë teknike, domethënë punë artistike i di, si organizohet një shfaqje, nuk i di ndoshta punë administrative juridike, mirë po për këto punë që neve na takojnë mundohemi që t'i bëjmë sa më mirë. Shfaqjen Rikardi III kemi bërë, ka kaluar
një proces shumë të mirë dhe kemi bërë një shfaqje shumë të mirë, dikun 3 orë e sa është zgjatë Rikardi. Njëjtë komedia kemi pas një sukses të jashtëzakonshëm me publikun, tash në fund vit udhëtuam edhe në Gjilan dhe Prishtinë, në Bujanovë ishim për herë të parë edhe andej për ta prezantuar para publikut të Bujanovësit. Dhe ka befasuar dhe publiku atje, për shembull në Gjilan, edhe në Bujanovë, edhe në Prishtinë, po duart trokitjet kanë qenë të pandalura me mos e 10 minuta e tepër, domethënë nuk na kanë lënë të lëvizim prej skene, se kanë prit jashtëzakonisht shumë mirë. Po edhe shfaqja e fundit ashti që ishte, kjo ka qenë rrumbullaksimi i asaj pune të suksesshme që kemi bërë gjatë tërë vitit. Por më gëzon fakti që neve në teatr kemi bërë dhe punësime të reja. Edhe ajo është një nga kënaqësitë më të mëdha të mia, sepse kemi arritur pas një kohe të gjatë, për një herë është punësohen dikun 12 persona. Më thonë që në historinë e teatrit nuk bëhet mend kur për një herë janë punësuar aq shumë njerëz. Duke nisë nga sektori teknik, sektori administrativ dhe sektori artistik, sepse ka pas mungesat shumëta, sidomos sektori teknik, pasi që na kanë munguar punëtor që punojnë në prapa vi, që ne publiku nuk i shef, po që ka nevojë, se pa ata nuk bëhet. E bëjnë një punë goxhat ata madhe. Bëjnë punën më të madhe. Janë çdo të palodhshëm dhe asnjëherë nuk din të thonë jo ata. Dhe jam gëzuar shumë tej mase për këtë punë. Dhe presim punësime edhe të reja tani. Kjo s'do të thotë që tash të lajmërohem për të njohshëm. Mirë, po më gëzon fakti që definitivisht neve kemi nisë të ekipohemi në mënyrën sa më të mirë. Edhe tek pjesa e trupës, domethënë artistike, domethënë punësimet e artistëve të rinj, gjë merr shumë rëndësi që edhe artistët do kenë një derë ku drejtohen, po ashtu edhe teatri do ketë një frymë të re. Po tash kemi punësuar 3 aktorë të rinj. Disa janë veç angazhuar, 2 nga ata veç janë angazhuar dhe luajnë në këto shfaqjet cilat i kemi në repertor. Mas të harroj kemi Deutschland B2, ishte kjo shfaqja e Besfort Idrizit, shfaqja private, po që kemi futur edhe atë në repertorin e teatrit ton, që luhet nesër në Mrama, ajo shfaqja për trinj që cilët shkojnë dhe mundohen të gjejnë veten në Gjermani, në botën perëndimore. Dhe kemi aktorë, do më thonë, që janë futur në për këtë shfaqje dhe atë natë panë publiku, kemi bërë disa transfere, Shkëlqin Islamin për shembull, kemi bërë transfer nga Teatri Kumanovës, ka në Shkup, që publiku atë natë më thënë që po shohim fytyra të reja tani në teatr, po shohim një energji të re të njerëzve të aktorëve të rinj, që natyrisht ju pëlqen edhe atyre. Atëherë, Rino Qerontët, premiera ishte të shtunën, sonte kemi reprizën e parë në ora 20, po gjithashtu teatri deri në fund të vitit do vazhdoj dhe me prezantimin e shfaqjeve të tjera, apo jo? Domethënë këtë javë do ta kemi, domethënë sonte Rino Qerontët, nesër mbrëma Deutschland B2. Të premten do ta kemi të rresht mos rresh. Dhe përfundojmë për këtë vit. Përfundojmë dhe pak pushim, besoj. Pushojmë, po. Pushojmë se s'kemi kohë, tash po veç fillojnë ato përgatitjet e fund vitit dhe normalisht duhet edhe ne të pushojmë pak se kemi pas edhe festivalet ndryshme që kemi udhëtuar në për edhe që kemi qenë musafir edhe në për Kosovë, duhet pak edhe trupa jonë pak të pushoj edhe kanë merituar pushimin e tyre. Unë ju falenderoj shumë që keni gjetë kohë mundësi sot jeni me ne, vërtet shumë kënaqësi që ju kisha, shpresoj që ritakohemi për të biseduar për të tjera suksese edhe evente të teatrit. Patjetër, faleminderit shumë, ishte kënaqësi që isha këtu me ju sot. E atëherë të dashur, mos harroni sonte keni reprizën në ora 20 në Teatrin Shqiptar të Shkupit të shfaqjes së premierës së të shtunën Rino Qerontët. Me kaq unë ju përshëndes dhe për sot, duke ju uruar një pasditë sa më të këndshme, ne rishihemi sërish të mërkurën në të njëjtën orë. Mirëmbëjtje.